Mirë mbrëma miq, jemi në Vitality Vibes, në valët e Top Albania Radios. Për gjithë ju që keni ardhur tani, ju rikujtoj që ky është një emision I cili kushtohet shëndetit. Si çdo javë ne kemi të ftuar mjek, personazhe të cilët kanë mësuar një dëmtim në jetën e tyre dhe na bëjnë share eksperiencën e tyre mjekësore. Por që pa harruar edhe supportin mediatik që Top Albania Radio I kushton këtij emisioni. Pra ju mund ta ndiqni emisionin në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube nën titullin Vitality Vibes. Gjithashtu çdo informacion mund ta merrni në faqen zyrtare në topalbaniaradio.com. Nga ana tjetër e xhamit DJ Kedos dhe Alisi që më shoqërojnë çdo të shtunë. Pa humbur shumë kohë, dua të prezantoj dy të ftuar sot. Janë kështu si në panele, di që do zihen me njëri tjetrin. Njëri është inxhinier biomjekësor, ka qenë dhe më përpara në Vitality Vibes. Ermand Mertenika, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Kënaqësi që jam pranë jush në Top Albania Radio, si gjithmonë on top. Si gjithmonë në top, patjetër, nuk ka si Top Albania Radio. Dhe doktoresh Dorina Hajro, mjeke dermatologe, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Si ka qenë kjo javë për ju të dy një herë para se të fillojmë te këto gjërat tona shkencore mjekësore? Jeni lodhur se jeni të dy të ngarkuar, të dy me dikush. Të zgjedhjeve. Unë kam I çik si me merak të pjesë. Sermand, ti ke qenë dhe te deputeti që duam, kështu që besoj. Sot heshte zgjedhore thot Alisi, po ndërkohë nga ana tjetër ne nuk do heshtim për pjesën mjekësore, sepse duhet që të informojmë të gjithë ata që na dëgjojnë për sa I përket inteligjencës artificiale në mjekësi, por dhe pse duhet që mos t'i besojmë gjithmonë ChatGPTs dhe AI që me sa duket në vitet e ardhshme nuk do shpëtojmë nga mjekësia robotike. Doktoresha, dua ta filloj me ju. Në Kin, Ermandi thot që është hapur një spital që ishin diku rreth 14 mjek, po tani më sa duket janë shtuar. Po janë bërë 42. Janë bërë 42. Çuditëra po ndodhin. Që do hapet një spital I cili do jetë I fokusuar vetëm në mjekësinë robotike, do drejtohet nga robot dhe do ketë një kapacitet prej 10.000 pacientësh të cilët do të trajtohen, do të operohen me një saktësi dhe me një precizion shumë të lartë, ku me sa duket do arrin të bëjnë një ndryshim revolucionar në mjekësi, atë që njeriu dhe dora e njeriu mbase nuk mund ta bëjë dot. Por, duke dal tek ju që ju jeni një doktoresh e cila jeni shumë teknologjike dhe mbase do ta themi pak më vonë arsye pse jeni teknologjike. A mendoni që mund të zëvendësohet teknologjia, a mendoni që teknologjia mund të zëvendësojë mjekun? Ta zëvendësoj, jo. Besoj se mund të bashkëjetojnë në një harmoni shumë të mirë. Mjeku bashkë me teknologji, pra teknologjia në funksion të mjekut. Ta zëvendësoj plotësisht jo, nuk e besoj. Për shumë arsye. Për disa arsye të paktën flas në lidhje me profesionin tim. Unë punoj me inteligjencën artificiale, është inkorporuar në një nga aparaturat që unë punoj çdo ditë në dermatoskopin Photofinder, I cili është dermatoskopi I fundit që bën dhe hartëzimin e nishaneve të gjithë trupit, por nuk mund të them absolutisht që inteligjenca artificiale zëvendëson punën time të përditshme, apo unë I besoj asaj 100% gjatë ekzaminimit. Jo, sigurisht që syri klinik, anamneza e pacientit, inteligjenca artificiale gabon, sepse ka disa algoritme të caktuara, dhe nuk është se janë gjithmonë le të themi ato diagnozat clear cut sipas librave, ato kriteret, ato pamjet klasike të kancerit të lëkurës. Ka diagnoza që janë dhe më të rralla dhe më të vështira për tu vendosur. Plus që një klinicisti të mirë, sa I përket të paktën dermatoskopisë, edhe pse mund të mos ketë ato kriteret klasike të diagnozës në rastin e kancerit të lëkurës, I duhen shumë pak sekonda për të vendosur një diagnozë, apo thjesht 2 sekonda, thjesht edhe për të ndjerë që ky lezion nuk shkon, edhe pse mund të mos ketë kritere ose të duket tërësisht benign me sy të lirë.
Kështu që nuk besoj se inteligjenca artificiale e zvendçon mjekun, por e ndihmon. E ndihmon shumë. Jo më kot, unë kam ftuar pasi ju përdorni në klinikën tuaj një pajisje e cila është shumë inteligjente, nëse mund ta quaj kështu, ku pajisja identifikon, siç ju that pak më parë, identifikon disa nishane dhe na tregon nëse ato janë kancerogjene apo jo. Dikur kjo bëhet me një lupë të thjeshtë, bas ka pasur as dermatoskop, po ka qenë me një sy klinik. Ndërkohë sot ju vjen një imazh i zmadhuar, i cili detekton disa detaje të nishanit, deri në 140 herë, në 140 herë, në disa dimensione apo forma të këtij nishani, ku realisht në qofë se unë nuk jam një dermatolog dhe mbase në të ardhmen do kem mundësi që të kem një telefon i cili do më luaj rolin e dermatoskopit i lidhur me inteligjencën artificiale, mbase mund të më japë një diagnozë ndonjëherë më i mirë se sa mjeku, pavarësisht nuk e përjashtoj mjekun, po si e shikon të ardhmen mendoj që ka disa raste në të cilat ndihmon, ka dhe aplikacione në fakt në telefon, të cilat kanë të inkorporuar disa algoritme që mund të orientojnë. Mendoj që ndihmon në disa raste të caktuara. Për shembull, jashtë shtetit, sepse te ne për fat të mirë ti mjekun e arrin shumë kollaj. Brenda ditës, pacientët kanë numrat e telefonit të mjekut, mund të lidhen shumë kollaj dhe të zgjidhin punë shumë shpejt. Kurse jashtë shtetit, radha për të shkuar te mjeku apo është një kohë e gjatë që ty të duhet të shkosh për një konsult te mjeku dhe nëpërmjet këtyre aplikacioneve ti se kuptohet që pacientët janë dhe në ankth kur dëmtohen, kur gjakoset një nishan dhe duan një përgjigje të shpejtë. Nëpërmjet aplikacioneve të paktën mund të ndahet me një lloj sensitiviteti dhe specificiteti të caktuar nëse është benign apo malign. Pra nëse është kancer i lëkurës apo jo ky nishan, ose në zona më rurale ku edhe nuk ka fare dermatolog. Patjetër. Dhe këto lloj aplikacionesh mund të ndihmojnë dhe mjekët e përgjithshëm dhe në këtë mënyrë i ulin ngarkesën dermatologut të zonës, për shembull, dhe afrohesh më afër diagnozës. A mendoni ju që mund të gaboni në aspektin e diagnostikimit si mjeke dhe inteligjenca artificiale mund të japë një diagnozë të saktë 99.99%? 99 që të gaboj mjeku 99.9% dhe inteligjenca artificiale ta nxjerrë diagnozën e saktë nuk ndodh. Kam përshtypjen që janë në rastet e diagnozave pak më të rralla që dhe ne mjekët i shohim rrallë dhe rrjedhimisht është pak më e vështirë për të vendosur diagnozën. Por për diagnoza që janë më të shpeshta dhe më të thjeshta për të vendosur nuk besoj. Megjithatë ka studime të tëra, të cilat janë krahasuar raste të ndryshme ku ka vendosur mjeku diagnozë dhe inteligjenca artificiale dhe në dijenin time nuk ka asnjë studim që ta ketë i kaluar inteligjenca artificiale mjekun, të paktën tani për tani. Më duhet pyes pak Ermandi për këtë, sepse Ermandi thot gjithkohës që nëpërmjet inteligjencës artificiale ne po arrim të bëjmë çuditëra, pikselat e zmadhimit që gjithmonë detektojnë gjëra që syri i lirë dhe klinika nuk e ka. Të ndihmon shumë. Shikoj, di çfarë ka të bëjë këtu se kjo inteligjencë artificiale është kthyer kështu, domethënë si është kryefjala globale, është kthyer si një koncept që unë kam përmendur Ilvi, që po na koklavit, po na torovit, domethënë gjithëve. Tani unë jam plotësisht totalisht me doktoreshën që thotë, domethënë, kuptohet mjeku nëse kemi një funksionim simbiotik midis dy AI-ve, midis inteligjencë artificiale dhe inteligjencë natyrale, ne bëjmë çuditëra. Por çështja e saktësisë unë e shikoj inteligjencën artificiale, domethënë jo 99.9%, po 100% sakt, precize. Sepse ajo që unë mendoj aktualisht është inteligjenca artificiale funksionon me anë të gjuhës algoritmike, domethënë me gjuhës matematikore 1-0 dhe nuk gabon. Është një koncept që mjeku, kirurgu, dermatologu etj jep atë përshkrimin e përgjithshëm, domethënë decisiv, por që unë mendoj që inteligjenca artificiale, siç e tha edhe Dorina, është domethënë suportive ndaj inteligjencës. Po duhet vinë ndihmë patjetër. Pra që do thotë është instrument që ne duhet të dim ta përdorim dhe ta menaxhojmë së miri. Që do thotë të dim ta menaxhojmë këtë instrument të inteligjencës artificiale. Madje çuditshme është ky ChatGPT versioni 4 i fundit, që nxjerrë një tip algoritmi updetuar që ti mjafton me anë të një rezolucioni të fotos, me një foto me high resolution, me rezolucion shumë të lartë, mjafton të marrësh një fotografi të një patologjie të caktuar në lëkurë, e uploadon, e çuditshme të nxjerr 1, 2, 3, 4 gjëra gjatë informacione që
realisht domethënë deri diku të japin një zgjidhje. Por është ajo që ne thamë me Dorinën deri diku që nuk duhet se unë dua ta krahasoj çik Google-i me doktor Google-in ose ChatGPT me doktor ChatGPT. Janë batuta të cilët ne i bëjmë pak Ermand, mbaje këtë diskutimin që të rikthesh në pjesën e dytë dhe krahasimisht sepse na duhet të shkojmë në publicitet. Rikthehemi në Top Albania Radio në Vitality Vibes me dy të ftuar shumë special, doktoresh Dorina Hajron dhe Ermand Mertenik, një inxhinier biomjekësor. Teksa edhe në pushim diskutojmë për ChatGPT-n, inteligjencën artificiale, dhe ndërkohë nga ana tjetër doktoresha thotë që vlera e mjekut nuk shuhet asnjëherë dhe eksperienca klinike patjetër që mbizotron mbi të gjitha. Por, teksa Ermandi më thoshte një diferencë te krahasimi ChatGPT-s me kalosim te kjo, sepse unë e përmenda që faktikisht inteligjenca artificiale dhe inteligjenca natyrale, inteligjenca artificiale ne përmendëm që është precize, por ke kjo çështja ChatGPT-s, domethënë ju japim një mesazh sensibilizues të gjithë qytetarëve dhe pacientëve që për problematikat të cilët kanë, nëse kemi një zvarritje të problemit që kanë, 2 apo 3 muaj, mos fillojnë të merren me Google-in, me ChatGPT-n, me AI-n, me këto instrumentat, por të drejtojnë mjekun, të trajtohen, të marrin pikërisht një diagnozë të saktë nga një mjek real, nga një kirurg, nga një specialist. Por inteligjenca artificiale, inteligjenca artificiale është 100% e saktë. Kështu e mendoj unë. Ti e mendon 100% sakt inteligjencën artificiale? Unë mendoj 100% sakt. Doktoresha? Jo, ti mos e thuaj këtë, se pastaj disa e komplikuar është bërë puna jonë, se ti thua është 100% e sakt, pacienti vjen i bindur që ja ka vënë diagnozën vetes, dhe tani nëse më para na merrte 15 minuta apo 20 minuta një konsult, tani na merr mbi 1 orë, sepse ai ti heqësh nga mendja atë që ka lexuar, pra jemi bërë më shumë psikolog gjysmën e parë të konsultës, pastaj doktora. Sa i përket këtij 100% tënd që ti thua, po të tregoj një rast. Ka qenë një ditë, madje ka qenë ditë e shtunë që kam qenë në punë dhe më merr një paciente duke qarë në histeri totale, kam një melanom te këmba, te shputa e këmbës majt, të lutem më prit pak. E kam pritur jo pak, po e kam pritur mbi 45 minuta për shkak të trafikut, sepse thash nuk mund të lë të më shpëtoj një melanom pa diagnostikuar. Ishte 22 vjeç. Vjen në klinik, e shoh, sigurisht ishte duke bërtitur, duke qarë, duke punë e madhe dhe ta qetësoje një herë që të hiqte këpucën dhe çorapen që ta shifje, se duhet pushonte si qarë një herë. Dhe pash mora një garzë me alkool dhe e fshiva dhe i thash vajze dashur herë tjetër para se të flesh gjumë laj këmbët. Sepse kishte marrë ChatGPT-n, i kishte bërë foto dhe i kishte thënë që është një melanom. Duke ecur në shtëpi mund të ketë shkelur diçka në ngjyrë të errët. Dhe ishte kafe të errët. Dhe kishte një bojë të këmba që ndërkohë ChatGPT-ja nxjerr si kancer lëkurës. Tani ChatGPT-ja nuk të thotë që laj këmbët para se të flesh. Sigurisht. Kështu që po jo, unë dua të kundërshtoj diçka tjetër. Dakor, jemi këtu, jemi shumë mirë, domethënë, por që le të marrim rastin e kirurgjive të vështira. Për shembull, fjala vjen po hym pak në një tematik tjetër, është profili bioteknologjisë. Për shembull, fjala vjen adenokarcinomat e pankreasit ose heparit. Domethënë kanceri i pankreasit. Nëse do bëhet kirurgjia me një sistem robotik, pra me një robot digital, me një kirurg digital që është sistem robotik, atëherë mendoj që kjo është 100% precize dhe është saktë. Që do thotë, një sistem robotik nuk funksionon në mënyrë autonome, patjetër që ka një kirurg të përgjithshëm që është ekspert i fushës. Për shembull, një ndër sistemet robotike është Da Vinci Robotic System. Mor zotri, ç'na duhet në kanceri pankreasit, doktoresha këtu po thotë, doktoresha këtu të thotë që duhet lash këmbët sepse po shkele në një njoll të zezë aty dhe tu ersua pak ajo pjesa e lëkurës, ChatGPT-ja të nxjerr me një melanom dhe të ndryshon diagnozën. Shumë drejt është, po prit. Kështu që doktoreshës ne nuk i heqim pak. Dua të kundërshtoj edhe ty që është kirurgë. Jo, e drejtë është. Por ChatGPT-ja, okay, nuk po themi që të gjithë instrumentat e inteligjencës artificiale janë domethënë nuk duhet i besojmë vazhdimisht. Por po ti thënë 100% patjetër kirurgëve robotik 100%. Unë si Ermand Mertenika i besoj një kirurg robotik 100% madje. Po sa raste ke parti me kirurg robotik? Sa studime ka globalisht janë bërë? Për shembull, çfarë do ndodhte? Unë, fjala vjen, e kemi studiuar pak a shumë këtë sistemi robotik Da Vinci, që është krah robotik, madje ky sistemi robotik i fundit i Brain Bridge Robotic System do realizonte edhe një transplant të fytyrës në mënyrë robotike. Fantastike. E mësoni ju mua mos beso sistemi robotik. Patjetër, po ne na intereson, ne do realizonte, se ka realizuar akoma. Ne jemi dhe në ndërgjegjësimin e
në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të lëkurës. Dhe doktoresha është eksperte kirurge, dermatologe pikërisht në diagnostikimet të kancerit të lëkurës, merret me biopsi etj. Po dhe doktoresha përdor software, përdor teknologjinë e fundit. M'fal pak, qa biopsi e bën ti me ChatGPT? Ti mund dalësh tani të bie një glas zogu edhe të erësohet lëkura, e shkrep dhe dole me kancer lëkure. Çfarë bëj doktoresha tani? Marrja e masës nga instrumenti biopsisë është prapë e bioteknologjisë. Që do të thotë, domethënë, ne tani e përdorim instrumentin AI, e përdorim inteligjencë artificiale për të kryer procedurat e sakta. Nëse këto janë gjëra që janë bërë edhe para inteligjencës artificiale. Pa inteligjencë artificiale ne nuk funksionojmë fare. Apo si kemi bërë deri tani ne Doktoresh Dorina Hajro, të lutem, më sqaro pak se si ti e identifikon një kancer të lëkurës pa pasur photo finder dhe pa pasur një ChatGPT. Që unë që jam sot, ta di që kur shikoj një njoll ke trupi im apo një nishan, të kuptoj që ka disa element që mund t'i dalloj dhe ky është një kancer lëkure pa i bërë një foto dhe të fokusohem tek ChatGPT-ja. Të lutem më përgjigj pak doktoresha të më tregoj ato elementet, që ta marrin vesh gjithë ata që po dëgjojnë Top Albania Radio se si diagnostikojnë kancer lëkure klinikisht. Në qoftë se vjen një pacient dhe thotë që ky nishani ka qenë ndryshe dhe kohët e fundit ka ndryshuar apo vitin e fundit ka ndryshuar, që do të thotë mund të ndryshojë nëpër masa, mund të ndryshojë në strukturë, të bëhet pak më i çrregullt, në ngjyra, një nishan që mund të gjakoset, të kruhet, të djegi, sigurisht ne jemi më të kujdesshëm sepse ne e dimë që nishanet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe ndryshimet janë jo gjithmonë për mirë. Pra mund të jetë një kancer lëkure. Jemi shumë vigjilent. Ndonjëherë është shumë e thjeshtë të diagnostikohet me sy të lirë, ndonjëherë nuk është aq e thjeshtë. Megjithatë, prandaj ekzistojnë dhe mënyrat e tjera, merret një biopsi e vogël kur kemi dyshime. Vjen përgjigjja e biopsisë nëse konfirmohet bëhet eksizioni kirurgjikal. Në këtë rast ChatGPT-ja mund të thotë dhe hiqe direkt, por nëse ti këtë nishanin e ke te cepi syrit, e ke te maja e hundës, e ke tek buza, nuk është aq e thjeshtë i heqësh, sepse edhe cicatricet që lën dhe deformimet që lën janë të mëdha dhe ti pasi kalon hallin, sigurisht që të shqetësojnë dhe këto imperfeksionet estetike. Doktoresha, jam dakord me ty. Po prapë si prapë, ne nuk përdorim vetëm ChatGPT-n, ne përdorim dhe teknologjinë. Po mirë, e morëm si unë e përdor teknologjinë, Armand. Unë nuk po them që unë mbështetem vetëm mbi diagnostikimin klinik. Ne kemi një spot ose një nishan, i cili është jo uniforme, edhe me tipologji të ndryshme të ngjyrave, se ju jeni ekspertë të fushës edhe ai doktoresha më çkuptojnë është dhe domethënë inxhinier biomjekësor dhe jep diagnozë në dermatologji tani, ëh, domethënë po ta dëgjosh, por tani si nëse ti ke këtë pikën thot, unë të them që ti ke nga ky aplikacioni. Domethënë imagjinoje. Dgjoj, unë e kuptoj që është shumë e thjeshtë dhe mund të jetë fan e diskutuar kështu, por duhet keni parasysh që ka kancer të lëkurës siç është melanoma që marrin jetë. Edhe duhet jemi dhe pak serioz, duhet që të ndërgjegjësojmë popullatën, të jenë të kujdesshëm, të kontrollojnë nishanet. Në momentin që vëre që del një nishan i ri, një nga mënyrat si ne diagnostikojmë direkt të vinë tek mjeku, sa një nishan i ri mund të jetë që në fillim një kancer lëkure dhe për më tepër mund të jetë melanom, dhe diagnostikimi i hershëm realisht në këtë rast shpëton jetë. Pra, ka stadie të ndryshme të melanomës, në fazat e hershme hiqet, vazhdon jetën, jeton gjatë, ashtu sikurse mund të avancojë në stadie të tjera ku për fat keq ka raste që nuk mbijetojnë asnjë vit, ose mbijetesa 1-2 vite është deri diku shkon aq, po një mbijetesë 5 vjeçare shumë rrallë e kalojnë. Dhe madje ka shumë raste që un kam diagnostikuar jo vetëm karcinom skuamo apo bazoqelizore, por dhe melanom tek pacientët që vinë për trajtime estetike. Pra duat bëj një trajtim për qafën, vinë për qef, dhe ndërkohë i shoh diçka dhe i them, duhet kemi pak kujdes, kalo pak nga dermatoskopia pa e shqetësuar, kuptohet në fillim, dhe i them që kjo këtu nuk është thjesht një plagë e vogël apo një njoll. Nëse dalin plagë të cilat nuk mbyllen, pra ti jep mjekim, qoftë mjekim nga goja, qoftë një krem dhe ajo plaga nuk mbyllet për më shumë se 6 javë, çdo gjë që zgjat mbi 6 javë ne e konsiderojmë kronike. Çdo gjë kronike bën mirë që të bëhet një biopsi, sepse edhe nga një skuqe e lehtë me një kore të lehtë mund të diagnostikojmë një kancer të lëkurës. Doktoresha, dhe një mesazh shumë të qartë. Duhet shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Erdhëm në Vitality Vibes me doktoresh Dorina Hajron dhe Erman Mertenikën, inxhinier biomjekësor. Teksa jemi duke diskutuar nëse inteligjenca artificiale zëvendëson dot mjekun apo jo.
Gjithashtu mund t'i përgjigjeni një pyetësori shumë të shkurtër në faqen zyrtare të Instagramit në Top Albania Radio mbi këtë diskutim dhe realisht të jepni mendimin tuaj nëse inteligjenca artificiale mund ta zëvendësojë mjekun. Por në fakt duhet të ndalem pak tek doktoresha, pasi siç përmendëm dhe pak më parë që është muaj ndërgjegjësimi të kancerit të lëkurës, ku doktoresha është e specializuar në kirurgjinë dermatologjike dhe kryesisht mbi evidentimin dhe le të themi monitorimin e kancerit të lëkurës duke përdorur dhe pajisjet e inteligjencës artificiale. Por cilat janë ato element që klinikisht ju bëjnë të mundur që të identifikoni një kancer të lëkurës? Është një rregulli më i famshëm dhe më i njohur që është ABCD-ja, pra nëse ne vëmë re asimetri të një nishani, nëse vëmë re kufi të çrregullt, disa ngjyra për masa mbi 6 mm, dhe sigurisht nëse është një nishan që ka evoluar, pra ka ndryshuar me kalimin e kohës. Këto janë disa rregulla të cilave ne i përmbahemi, megjithatë duhet kemi parasysh jo gjithmonë shkon sipas këtyre rregullave. Mund të jetë edhe një nishan që mund të jetë 1 mm ose edhe më pak. Pra sa një majë gjilpëre që mund të jetë kanceri i lëkurës, që mund të jetë melanom, mund të jetë edhe një nishan i cili me sy të lirë duket i rregullt, pra nuk ka konture të çrregullta ose ka vetëm një ngjyrë. Dhe në këtë rast sigurisht që ne na vjen në ndihmë aparatura dermatoskopi, i cili ne na lejon të shikojmë përtej syrit lirë, pra përtej dermës papilare. Dhe ka disa kritere, ka disa struktura që ne njohim, ka disa algoritme që ne i ndjekim, dhe sigurisht pastaj që dhe praktika e përditshme, eksperjenca të bëjnë që ti dallosh edhe shumë më lehtë. Në pjesën më të madhe të rasteve është e thjeshtë të diagnostikosh një kancer lëkure, por ka raste që janë edhe shumë të rralla. Duhet të themi që dermatoskopia është një shkencë e re, pra ka vetëm shumë pak dekada, diku te 3 dekada që është evidentuar si shkencë, pra edhe dermatoskopistët më të mirë në botë janë duke zbuluar, janë duke vënë diagnoza të reja, janë duke updateuar. Mua më ka rastisur një herë thjesht për të thënë se sa shpejt evolon edhe sa shpejt ndryshojnë gjërat. Kam qenë në një kongres evropian të dermatologjisë dhe u tha që këshillohet që ky nishan në atë rast ka qenë një keratoz seboroike hiperpigmentuar që quhet, këshillohet që në këto raste duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse mund të imitojë dhe një melanom shumë kollaj, pra mund të na shpëtojë një melanom në këtë rast dhe duhet jemi kujdesshëm, duhet të ndjekim protokollet dermatoskopike, pra ndjekjet periodike si për një melanom dhe në disa raste dhe ta heqim. Vetëm pak ditë pas këtij kongresi, unë kisha një kurs dermatoskopie, pra 3-4 ditë kam shkuar në kurs dermatoskopie dhe po i njëjti lektor në kongres tha që sapo është publikuar një artikull që është mandatore, pra e detyrueshme që të tilla lezione të hiqen menjëherë me rrugë kirurgjikale. Po, ta ndan inteligjenca artificiale nëse është njëra apo tjetra këtë gjë? Nuk ta ndan sepse këto janë eksperjenca që i krijojnë mjekët dhe pastaj të gjitha këto eksperjenca, të gjitha këto raste inkorporohen në algoritmet e inteligjencës artificiale, por kalojnë nga ne si fillim. Erman Mertenika, të lutem, ndryshimet dhe perspektivat e inteligjencës artificiale në dermatologji. Unë desha të ndërpresja pak doktorishën, sepse ne duhet bim, sigurisht kemi ra në një ujdi, inteligjencë artificiale. Ra tani pushim. Gjatë kohës duke analizuar, pra trego çfarë ndodhi në pushim. Ja çfarë ndodhi në pushim, duke u zënë me njëri tjetrin se kush është më e saktë, realisht inteligjenca artificiale është më e saktë. Por e mandi se të duhen dhe vota, mos fol kështu. Ai do të shesi pajisje, unë e kuptoj atë, po nuk e zëvendëson dot mjekun se. Inteligjenca artificiale është truri elektronik, domethënë nuk mund të themi që një mikroprocesor, një microchip gabon. Është e saktë, por gjithmonë inteligjenca artificiale është instrument që nuk funksionon në mënyrë autonome, por menaxhohet vetëm nga një mjek, ne përmendim inteligjencën natyrale. Inteligjenca natyrale jep triggerin, jep startin dhe më pas inteligjenca artificiale funksionon. Pra instrumenti ai, teknologjia e inteligjencës artificiale është në suportin ton. Domethënë ne përdorim për të përmirësuar diagnozën, për të arritur saktësinë në rastin e kirurgjive, rehabilitimi i pacientëve dhe saktësia më e madhe e kirurgjisë. Se le të kalojmë pak më përpara tek sistemet robotik kirurgjikal. Nëse do bëhet kirurgjia me anë të një kirurgu të përgjithshëm, për shembull, pa sistemi robotik, sigurisht ka më shumë komplikacione.
Kurse një sistem robotik është preciz edhe gjatë prerjes një mase tumorale. Po, këtu jam dakord. Një glioblastome cerebrale, po themi në farë mënyre. Po, jam dakord. Shumë pa dëmtuar rindet. Jam dakord, se ato që bën simbiotike midis dy ti si e inteligjencave. shikon ndryshimin? Saktësia nuk mund të saktësia- thuash që të qenë ti sakt është një gjë dhe të thuash nuk gabon është goxha guxim, Unë do të mendoja drejtë. këtë, inteligjenca për shkak natyrale. Në fakt deri diku doktoresha ky ka të drejtë sepse në një lloj mënyre nëse ti më përpara hiqe një apandesit të bëni një shenjë kështu sikur të kishin therrur, akoma unë shoh ca pacientë për shkak të një brez më parshëm që ke një shenjë të apandesitit që fillon ke 40 cm, sot ke kaluar në një laparoskopi dhe ti me kamera bën heqjen është një koncept që Ky është evolucion. Po në të njëjtën kohë precizioni që ai klasifikon për shembull nëpërmjet një roboti mund të çojë saktë. Me Dorinën që po e bëjmë, domethënë inteligenca artificiale ka saktësinë maksimale, por logjikën Ti si shikon ndryshimet në dermatologji dhe perspektivat? Sa do ta ndihmosh ti doktoreshën në diagnostikim? Teknologjia po progreson në mënyrë shumë madhore dhe unë mendoj që instrumenti ai po përdoret në mënyrë masive edhe vetë mjekët dermatolog, venerolog, kirurgët plastik, po e them në trajt përgjithshme po arrin më shumë rezultate, një rendiment më të madh, rezultate më madhore gjatë një procesi të caktuar diagnostike dhe një kirurgjie. Kirurgjia bëhet më shpejt. Kirurgjia është më precize dhe koha rehabilitimit të pacientit është më e vogël. Që do thotë që inteligjenca artificiale gjithnjë më tepër po suporton inteligjencën tonë natyrale. Këtu po folet tamam. Suporton. Që po e suporton, por dhe po e konkuron, por në mënyrë indirekte, jo, domethënë në mënyrë indirekte, jo direkte. Ti vetë nëse do kishe një nishan aty ç'do bëje? Do e fotografoje një herë ta çoje te ChatGPT apo do shkoje te doktoresha? Unë sapo e kam bërë para pak kohësh thjesht sepse nga që ne që jemi të teknologjisë tentojmë patjetër, tentojmë që të eksplorojmë ato të rejat më të fundit, shpeshherë na dalin dhe jashtë, domethënë çudirat të fundit dalin dhe ne nuk i shikojmë, domethënë çudirat që kemi parë me Elon Muskun etj etj. Por që unë e kam bërë para pak kohësh, e provova një herë ChatGPT 4 me një foto me rezolucion të mirë për një apo dy njolla të pacaktuar që nuk i dim se çfarë janë. ChatGPT aty të nxjerr një mori informacionesh, një gamë të gjerë, por ana negative e kësaj është që aspekti negativ i kësaj nuk ka konvergjencë në shpjegim. Që do thotë që nuk është një diagnozë 100%, një rezultat konkret, një epikrizë konkrete, domethënë, kështu që prandaj ajo që neve duhet, unë vetë personalisht apo dhe Ilvi dhe Dorina, mesazhi sensibilizues ndaj qytetarëve dhe pacientëve të shkojnë, të trajtohen, të bëjnë kontrole siç është e përcaktuar nga shkenca mjekësore, një herë në 6 muaj apo një herë në një vit, sepse edhe diçka në rastin e kancerëve për shembull, para pak kohësh përmenda një lloj adenokarcinome shumë agresive në indet e buta siç është në mëlçi apo në pankreas, që nëse ne nuk bëjmë kontrollet përcaktuar nga shkenca mjekësore, atëherë kjo tipologji kanceri apo dhe të tjerë të ngjashëm me këtë mund të zhvillohen dhe nuk japin shenjat e para në momentin e duhur. Ky më vdes mua, domethënë inxhinier biomjekësor që flet për kancerin, është jashtëzakonshëm. Ikim në publicitet, rikthehemi pas pak. Erdhëm në këtë pjesë të fundit me një diskutim shumë të nxehtë në Vitality Vibes dhe për gjithë ju që keni ardhur tani në valët e Top Albania Radios, po ndiqni doktoresh Dorina Hajron, mjeke dermatologe dhe Erman Mertenikën, inxhinier biomjekësor në një debat interesant mbi të shkuarin tek mjeku apo ti besojmë inteligjencës artificiale dhe ChatGPT-s. Po Ermandi doktoresha që nuk na lë rehat, më thot që robotët tashmë po përdorin pjesë të cilët mund të imitojnë lëkurën normale të njeriut dhe madje edhe nëse dëmtohet, lëkura ka një aftësi vetë riparuese. Tani, nuk e di sa i përshtatet kjo dhe jetës reale tonën, a kemi ne aftësi vetë riparuese të lëkurës, por pa mjekime në këtë rast, ChatGPT inteligjenca artificiale thotë që vendosja e shtresave të lëkurës është një formë vetë riparuese, njësoj sikur të jetë një formë natyrale. Por nëse ne kemi një prerje, siç është artikulli që thotë që nëse një robot do të pritet, ka aftësinë që të vetë riparohet pa e qepur dhe pa shëruar. Nëse ne kemi një prerje në jetën
ton, pra si humanoid, si njerëz normal, real, a kemi ne aftësi vetë riparuese, shërimi aq të mira saç mund të kemi në të ardhmen të vendosjes së këtyre formave të përshtatshmërisë njësoj si një person normal tek një robot. Do të thënë, a mendon, nuk e di nëse jam i saktë në këtë, a mendon që mund të kemi një përputhshmëri në të ardhmen midis një lëkure e cila prodhohet në laborator dhe i përshtatet një roboti me një lëkurë normale të një njeriu? Po, ne aftësitë riparuese, rigjeneruese i kemi patur gjithmonë. Thjesht me kalimin e moshës, ritmi i rigjenerimit bie. Prandaj dhe ekzistojnë këto trajtimet që stimulojnë akoma edhe më shumë. Po ky është një proces shumë normal, ka ekzistuar dhe do ekzistoj për sa kohë ka njerëzim. Jemi të programuar, pra trupi ka imunitetin e vet, ka një ushtri të tërë që shkon edhe lokalizohet pikërisht aty ku trupi ka nevojë. Në një plagë, në një prerje, në një djegje, çfarë do qoftë. Po, a prodhojmë ne realisht lëkurë në laborator sot që mund t'i përshtatet. Do të nuk e di, kemi sepse një artikull që ishte në PAP. Fitet që ka filluar prodhimi i bebave në laboratore, në inkubator. Kjo ishte pikërisht aty ku do lëkura, pra ti ke një djegje për shembull dhe ti do ta zëvendësosh atë lëkurën. Ta marrësh nga një laborator, pra një laborator prodhon lëkurën tënde. Jo, e flak trupi. E flak trupi, e njësi të huaj, sepse ne kemi dhe një ADN. Domethënë nuk mund të marrësh një gjë të huaj dhe ta vendosësh. Ti mund të marrësh lëkurë nga një pjesë tjetër trupi, për shembull nga pjesa e kofshës ta vendosësh ku ke nevojë. Nga një prodhim laboratorik, zëvendësimi i lëkurës. Po duhet që ti të kesh marrë një sample nga lëkura jote, ti jetë shumuar, ti jetë klonuar. Shumë e komplikuar kjo që me anë të biotehnologjisë. Shiko çfarë thot Ermandi pa. Është krijuar vjet që krijuar, domethënë në një institucion shkencor mjekësor në Kin, nuk e mbaj mend se cilin qytet, u bë goxha virale që vetë bioteknologji inxhinierët biomjekësor dhe këto të inxhinierët gjenetistë edhe vetë bioteknologët ishin krijuar domethënë me anë të qelizave të njerëzit, qoftë ato staminale të cilat unë i quaj qelizat kilometrit zero. Domethënë kishin krijuar pikërisht një kompozit qelizash dhe të i vendosur në një fytyrë në një humanoidi, që në sensin të bësh rikuperimi dhe ristrukturimi i zonës i fytyrës së prerë të robotit me anë të qelizave. Pra strukturim, self repairing, të riparim, janë gjëra shumë Mandi, u vrave interesante. soti, u preve sot, të duhet të rigjenerohesh sot, ku ta gjesh atë te banka ku ke qelizat staminale, ti marrësh dhe ti fush aty? Është domethënë nëse do ekzistonin banka do ishte fantastike. Mendoj që kjo mund të jetë për sëmundje të ralla apo për korrigjime gjenetike, po për një plagë të thjeshtë. Po sigurisht trupi ka vetin e rikuperimit vet, domethënë. Po edhe sikur të jetë një plagë që ka nevojë për ndihmë, është ndihma mjekësore që merret shumë kollaj. To po na çudisin vërtet Ilvi, domethënë unë kam përmend inteligjenca artificiale, na duket si kafe mëngjesit, kur zgjohemi mëngjes na çudit pak, sepse të rejat fundit po nxjerrin qoftë nga humanoidët, qoftë në shkencën mjekësore, çipi Elon Muskut që do korrigjonte dhe problematikat me facialin, domethënë simetrinë e fytyrës, do korrigjonte sëmundjen e verbërisë, domethënë duke u implementuar tek nervi optik. Çuditëra po ndodhin dhe janë aplikuar. Domethënë unë kthehesi në këtë ide që inteligjenca artificiale po e zëvendëson, po në mënyrë indirekte njerëzimin. Ermand, nga tani e tutje se është shumë influencues kështu me këto inteligjencën artificiale, do të thënë vetëm artikuj kërkime ka, do ta mbyll me doktoreshën emisionin. Një këshill. Të fokusohemi te kjo dekada që jetojmë. Një këshill të fundit tani përpara verës për sa i përket nishaneve, monitorimit nishaneve dhe shumë shkurt, të lutem. Të vinë të bëjnë një kontroll të gjithë nishaneve në gjithë trupin, sidomos para sezonit veror, të aplikojnë rregullisht kremin e diellit dhe sigurisht për çdo lloj ndryshimi të nishaneve ekzistues që shohin ose daljen e nishaneve të rinj të kontaktojnë me njëherë mjekun që t'i kontrollojnë dhe të diagnostikohet në kohë çdo gjë dhe jetojmë gjithë të lumtur. Dhe jo ChatGPT. E pra. Ermand nuk flet, nuk flet Ermand, nuk flet. Absolutisht. ChatGPT nuk e përjashtojmë totalisht. 90%, 80% okay, po 100%. Se realisht ChatGPT aty të nxjerr informacione deri ku të sakta. E kemi mbyllur emisionin, nuk të dëgjojmë. Mirë miq, ndoqët Vitality Vibes në një emision shumë të këndshëm dhe shumë të lezetshëm në shoqërinë e doktoresh Dorina Hajros, mjeke dermatologe, kirurge dermatologe dhe miku tim Ermand Mertenika, inxhinier biomjekësor, në një duel
goxha interesant midis besimit tek mjeku apo te inteligjenca artificiale, ChatGPT-ja gjithashtu. Faleminderit që ishit me mua sot dhe që ndenjët në shoqërinë e Top Albania Radios dhe emisionit Vitality Vibes. Mos harroni shëndeti i pari, gëzojuni një ditës së nesërme se është ditë me diell. Bashkë do ritakohemi të shtunën e ardhshme në orën 7 me 8 të darkës. Mos harroni 7 me 8 PM. Deri atëherë natë e mirë dhe miru dëgjofshim.